në mungesë të dollapave adekuat, ku nuk mundet me pas qasje persona të tjerë. Mbyllja e këtyre dollapave është bërë kryesisht me ngjitës apo edhe me lidhse të këpucëve. Nga xhamat në dritare pra është i thyer dhe është tentuar që të manovrohet me një letër e cila të paktën nuk lejon lagështin. Jemi në qendrën për punë sociale në Drenas, objektin në të cilën funksionojnë punëtorët social në këtë qendër për punë sociale është jashtëzakonisht i vjetër, ndërsa ashtu siç po e shihni fillimisht para se me hy brenda qendrës për punë sociale, meqense është vetëm një kat objekt, atëherë kemi pjerinën e parë e cila përdoret për të hyrë pra brenda persona të cilët janë me aftësi të kufizuara apo persona të cilët janë të moshuar e që vinë në qendër për punë sociale për të kërkuar shërbime sociale në kategorinë të cilën ju takojnë. Pra fillimisht në hyrje të kësaj qendrës për punë sociale, siç mund të shihni, pra mungon edhe sigurimi fizik, por edhe sigurimi tjetër digital i cili tregon për hyrjen e personave brenda kësaj qendre për punë sociale. Në anën tjetër, ashtu siç e përmenda edhe në fillim, pra është një objekt i vjetër, po ashtu edhe vetë punëtorët social na kanë thënë që objekti është shumë i vjetër, janë gjithsej 13 punëtorë social të cilët punojnë në qendrën për punë sociale në Drenas, e që të gjithë këta punëtorë pra kanë në shfrytëzim vetëm 2 vetura, cilat i kanë marrë në vitin 2010, ashtu siç na ka treguar edhe udhëheqësja e kësaj qendre për punë sociale. Dhoma në të cilën jam aktualisht është dhoma e kontaktit prind-fëmijë. Pra një dhomë e cila supozoj të kishte edhe lojra për fëmijë në mënyrë që edhe prindi por edhe fëmija të kenë hapësirë që gjatë kontaktit me anë të vendimit të gjykatës në mbikëqyrjen edhe të zyrtarëve social, pra të zhvillojnë aktivitete së bashku. Dosjet fizike janë kryesisht të vendosura në dollapat e cilat ju mund të shihni edhe vetë në mungesë të dollapave adekuat, ku nuk mundet me pas qasje persona të tjerë në dosje konfidenciale që trajtohen për anës së qendrës për punë sociale, sepse këto dosje kryesisht përmbajnë edhe informata apo të dhëna personale. Pra mund të shihni se mbyllja e këtyre dollapave është bërë kryesisht me ngjitës apo edhe me lidhse të këpucëve. Sistemi ngrohjes brenda kësaj qendre për punë sociale, por edhe çështja e ndriçimit energjisë elektrike në bazë të udhëheqësës, siç na ka thënë edhe udhëheqësja e qendrës për punë sociale këtu në Drenas, pra është sistem i vjetër, ndonjëherë kam probleme, qoftë me ngrohje, qoftë edhe me energji elektrike, për shkak pra të sistemit të vjetër. Kjo është njëra banjo apo tualeti cili përdoret nga ana e punëtorëve. Pra ashtu siç mund të shihni, ky tualet nuk i plotson kushtet për shkak që edhe njëra nga xhamat në dritare pra është i thyer dhe është tentuar që të manovrohet me një letër e cila të paktën nuk lejon lagështin në gjatë rreshjeve të shiut të hyjë brenda.